Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Të nderuar vëllezër dhe motra. Jemi në Ramazan dhe të gjithë e dim që falja e Zotit në Ramazan është më e madhe se sa në muajt e tjerë. Por më thuani, a ka dikush që nuk ka nevojë për falje? A ka dikush që nuk ka nevojë të shlyhen mëkatet? A ka dikush që nuk ka nevojë të shton shpërblimet? A ka dikush që nuk ka nevojë për pendim? A ka dikush që nuk ka nevojë për bujarinë e Zotit? A ka dikush që nuk ka nevojë për shëndet më të mirë, për pasuri të halalit, për fëmijë të hajrit, për familje të shëndosh? Të gjitha këtu i duam dhe na i mundso o Zot. Në këtë ditë Ramazani e kam zgjedhur për vete dhe për ju, t'i kujtoj vete dhe juve një temë e cila është prej çelësave të punëve të mira. Qofse duam pasuri të bollshme dhe të mjaftueshme, të bereqetshme dhe të halalit, duhet ta gjejmë çelësin e saj. Qofse duam shëndet të plotë dhe të na ruan Zoti prej sëmundjeve, duhet të gjejmë çelësin e saj. Qofse duam shlyerje të mëkateve, shtim të shpërblimeve, pranim të pendimit dhe pasardhës të mirë, fëmijë të hajrit, duhet të gjejmë çelësin e këtyre punëve. Prej çelësave të këtyre punëve të bukura dhe të mira, të cilat i duam të gjithë, është edhe kërkimfalja dhe istighfari te Zoti. Qofse i duam të gjitha këtu, edhe shumë e shumë të tjera, ta shtojmë istighfarin tonë, ta shtojmë kërkimfaljen tonë, sepse Allahu në Kur'an, në ajetet kuranore na ka ftuar dhe ka thënë: kërkoni falje, Zoti do t'ua falë. Kërkoni prej Zotit, Allahu do t'ju jap. Kërkoni pendim të Zotit, do t'ua pranon. Kthehuni te Zoti, do t'u pranon pendimin. Bëni istighfar gjatë ditës, bëni istighfar gjatë natës, bëni istighfar në rrugë, sepse nuk është patjetër që ta bëjmë një gjuna që të kërkojmë falje. Nuk është patjetër të bëjmë mëkate për të bërë istighfar. Nuk është patjetër të bimë në gjunahe, të bëjmë harame për të bërë istighfar. Jo, istighfari bëhet edhe nëse je musliman i mirë. Istighfari bëhet edhe nëse je musliman i mirë. Edhe nëse je prej atyre të cilët i fal 5 kohët e namazit. Edhe nëse je prej atyre të cilët lexon Kur'an. Edhe nëse je prej atyre të cilët e agjeron Ramazanin. Istighfari duhet të shtohet, duhet praktikohet. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kërkoni falje Zotit tuaj, kthehuni me istighfar te Zoti, kthehuni me falje te Zoti, sepse ai me të vërtetë fal shumë. Muhamedi alayhis salam thot: i lumi ai njeri i cili në librin e tij gjendet istighfari shumë. Lumi ai njeri i cili në librin e tij të veprave të tij ka istighfar të shumë. Luqman Hakimi, keni dëgjuar gjithë për këtë burr të madh. E ka këshilluar birin e tij dhe i ka thënë: o biri im, mësoje gjuhën me istighfar. Lëdhe gjuhën me istighfar, përsërit e istighfarin, bë istighfar shumë, sepse Allahu në disa kohë nuk e kthen lutjen e lutësit. Allahu një ditë do të përgjigjet. Insisto, bëj istighfar, kërko falje të Zotit, sepse Zoti do të falë. Hasan el Basriu ka thënë: shpeshtoni istighfarin në shtëpitë e juaja. Shpeshtoni istighfarin në takimet e juaja, kur jemi me shok, me miq, me vëllezër, me dashamir, bëni istighfar. Kërkoni falje Zotit. Kërkoj falje Zotit kur je në rrugë, kur je në udhtim, kur je në tregj, kur je në ndejet e ndryshme, familjare, shoqërore, vllazërore, miqësore, sepse Hasan el Basriu thotë: nuk dihet se kur zbret falja dhe mëshira e Zotit fuqiplot. Andaj shfrytëzoni kohën në istighfar. Kërkoni Zotit istighfar, kërkoni Zotit falje, kërkoni Zotit mëshirë.
sepse ndoshta para disa viteve kemi bërë një gjuna. Tani jemi penduar, tani jemi udhëzuar, tani jemi drejtuar, por ende mëkati ka mbet pa u fal. Bëni istighfar të shumë, sepse istighfari është adhurim ndaj Allahut. Istighfari është adhurim ndaj Zotit. Istighfari është shkak për faljen e mëkateve tona. Istighfari është shkak për shpërblimin me xhennet. Istighfari është shkak për hyrjen në xhennet. Istighfari është shkak që ne t'i largojmë fjalët e kota, t'i largojmë fjalët e ndyta, t'i largojmë ofendimet. Ejani tani t'i zaventësojmë fjalët e ndyta me istighfar të Zotit, me kërkim falje të Zotit. Ta pastrojmë gjuhën tonë, ta pastrojmë të folurit tonë, të edukohemi me istighfar, sepse istighfari ka begati të mëdha në vetë. Istighfari është shkak për ruajtjen nga dënimi i Allahut fuqiplot. Tregohet në kohën e Imam Ahmed ibn Hanbelit, një ditë Imam Ahmedi, imam i medhhebit, kemi dëgjuar dhe kemi lexuar gjithë për Imam Ahmedin, del një ditë në një udhëtim, edhe ndalet një natë me pushu në xhami. Kur shkon në xhami, ai kujdestari i xhamis dëshiron të ta mbyll xhamin, sepse është kryer namazi jacis dhe zakonisht xhamiat mbyllen pas jacis, dhe kur e takon Imam Ahmedin nuk po e njeh. Ky kujdestari i xhamis Imam Ahmedin s'po e njeh. Ky po kërkon me pushu, thot duhet me mbyll xhamin, mundesh me vazhdu, nuk bën xhami me nejt. Imam Ahmedin modest i thjesht, i bekuar në sjelljen e tij, e vazhdon rrugën, nuk ndalet në xhami. Me që u pengu nga rejtori i xhamis, Imam Ahmedi i lodhur për rrugës, vreheshin shenjët që kishte udhthu, kishte ecë nëpër rrugë. Duke ecë rrugës për të gjetë një pushim, një vend pushim, e shef një buk pjeks që në vendin e punës tij, në furrën e tij, gatuante buk për të tjerë. Edhe ky bukpjekësi e shef Imam Ahmedin, pa e njoft kush është, i afron konak, thot eja te unë do të pushosh sonte. Hyn Imam Ahmedi, akomodohet aty, qetësohet, pushon, por me që nuk po e njeh këtë furtarin, dhe furtari s'po njeh Imam Ahmedin, të dyt po merren me punë të tyre. Furtari po gatuan buk, Imam Ahmedi po pushon pak. Po duke pushu e vren që furtari duke i gatu bukt, duke i pjek bukt, në gjuhën e tij nuk po i largon istighfarin, po bën istighfar, po bën tesbih, po madhron Zotin, po i kërkon Zotit falje. Duke gatu bukt, në gjuhën e tij e ka lagur me istighfar. Dhe pas pak e ndali Imam Ahmedi dhe i thot, çfarë je duke bërë, po të shoh që s'penal istighfarin. Thot, te je furtar, ti duhet gatush buk? Thot, po, une duke gatu buk në çdo natë kërkoj falje të Zotit. Në çdo natë bëj istighfar, këto e kam shprehi të bukur që e kam fitu me vite, kështu ja bëj. Thot edhe i lut Zotin shumë. Thot, a ke pa ndonjë dobi pe istighfarit, pe i kërkim faljes, pe i duave që i ke bën, pe istighfarit shumë që po e bëjsh, a ke pa ndonjë dobi? Furtari afrohet te Imam Ahmedi dhe i thot, pasha Zotin, të gjitha lutjet që ja kam bërë Zotit sot, deri tani, të gjitha lutjet që ja kam bërë Zotit, deri sot, prej që e përdori istighfarin, të gjitha Allahu mi ka pranu, të gjitha begatit Allahu mi ka dhuru, të gjitha përgjigjet Zoti mua mi ka miratu, si shkak i istighfarit. Thot, veç një lutje jam të e bo që sa vite, por ende Zoti s'mu ka përgjigj. Për këtë shpresoj që si shkak i istighfarit që unë e bëj, edhe ajo lutje të më miratohet. Thot e, si në lutje je duke e bo që vetëm ajet pas ka mbetur, duke mos të përgjigjur Zoti. Thot e kam lutë Zotin, shumë, e kam lutë Zotin,
që ta takoj Imam Ahmedin, sepse thotë dua dhe nuk kam dëshirë me vdek pa e takuar Imam Ahmedin. Imam Ahmedi afrohet gjatë tek furtari dhe i thot: me të vërtet istighfari jot qenka istighfar dhe lutja jote qenka lutje, sepse istighfari jot i shumë më ka sjellur mua zhogas deri në furrën tënde. Unë jam Imam Ahmedi. Unë jam Imam Ahmedi, për të cilin e pas ke lutur Zotin në gjak që ta takojsh, nuk ke ardhur ti tek unë, por istighfari jot mua më ka sjellur tek furra yte. Bëni istighfar, kërkoni falje se Zoti fal dhe dhuron shumë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa